Nuk ka për të buzëqeshur, zonja ministre, po flas për ilaçet që mungojnë tek spitali. Nuk ka për të qeshur. Nuk ka për të qeshur. Nuk ka për të qeshur. Mungojnë ilaçe. Janë komunikimet e mjekëve që thonë gënjejni. Mos u thoni të vërtetën. E kuptoni që kjo gjë është kriminale? E kuptoni që një mjek do t'i thotë të vërtetën? Se pacienti mund të gjejë një zgjidhje tjetër. E kuptoni këtë gjë apo jo? Shëndetësia, zonja ministre, është ministria ku vidhet më shumë. Qindra miliona euro keni harxuar me PPP-t. Të gjitha, pa përjashtim, të gjitha PPP-t janë në hetim nga spaku për korupcion. Keni vjedhur para me kompani offshore, keni zhdukur parat me kompani offshore. Keni zhdukur para me punëtor krau, i keni dhënë 100 milion euro. E morën nga Italia, sot këtu, i dha 100 milion euro. Është në hetim ai tani. Po vetëm ai mban përgjegjësi. Ju s'mbani përgjegjësi. U detyroj. Kjo ndodh, zonja ministre të onkologjiku.